Tim Civegja ka tundur rjetën në ndeshjen e parë me Karlsruher. Mesfushori shqiptar gjeti golin ndaj Interit në miqësore ndërsa regjistroi minuta e 50. Civegja përfitoi nga një pastim në zonë dhe i dërgoi topin me lehtësi në rjetë. Kështu u zhbllokua dhe rezultati 1-0, duke kaluar Karlsruheri në avantazh. Kujtojmë se Civegja ishte pjesë e moshave të Gjermanisë. 24 vjeçari kaloi më pas te Shqipëria, ndërsa asnjëherë nuk është ftuar nga ekipi i parë. Gjatë gjithë karrierës së tij, ka luajtur vetëm në Gjermani. Mirlind Daku e ka nisur me gol sezonin e ri te Rubin Kazan. Sulmuesit e kombëtarës i mjaftuan 12 minuta për dërguar topin në rjet, ndërsa përballë është Krasnodari. Daku mori një asist nga portieri dhe nuk mund të gabonte, ndërsa më parë kishte humbur një rast të mirë. –25 korriku ishte një ditë historike për Armand Durmishin. Trajneri Luciano Spalletti i aktivizoi si titullar, ndërsa ishte ndeshja e dytë e fazës përgatitore. Këtë herë përballë Bardhëzinjve u vendos Standard i Liège. Sulmuesi i Shqipërisë U19 u zëvendësua pas pjesës së parë, njësoj si pjesa tjetër. Panorama Sport ndërkohë ka ndarë 2 video gjatë pjesës së parë. Fillimisht ishte minuta e 10. Kur Durmishi goditi me kokë pas harkimit nga këndorja. Sulmuesi 18 vjeçar nuk pati shënjestrën e duhur. Më pas pati një 2 luftim në mesfush, aty ku edhe fitoi faul. Kujtojmë se Durmishi ishte golashënuesi kryesor për Juventusin e moshave në Primavera. Christian Aslani është tronditur me Interin në fazën përgatitore. Mesfushori i kombëtares pezoi një dëmtim muskulor gjatë fazës përgatitore në Gjermani. Për të nuk pritet të udhtojë nesër me pjesën tjetër drejt Azis. Interi ka të rezervuara 3 miqësore luksi gjatë kësaj kohe, që do të ishin mundësi e mirë për Aslanin. Fillimisht më 1 gusht është takimi me Manchester Cityn, më pas përballë Milanit dhe Juventusit. Kjo fazë përgatitore do të ishte mjaft interesante për Aslanin me kampionet e Italisë, për të po vlerësohet mundësia e largimit. Kujtojmë se në edicionin e kaluar nuk qëndroi nën urdhrat e Kivu. Fillimisht u huazua te Torino dhe më pas te Beşiktashi. Luis Hasa është futbollisti i ri i Frozinones. Është vetë klubi Lazial që ka njoftuar afrimin e mesfushorit të Shqipërisë përmes postimi në rrjetin social në Facebook. 22 vjeçari ka firmosur një kontratë 4 vjeçare me skuadrën e tij të re, ndërsa vetë Frosinone e ka siguruar me të drejta të plota kartonin e tij, duke ja marrë përfundimisht Napolit, ekip me të cilin fitoi një titull në sezonin 2024-25. Një këpërcim i rëndësishëm ky për një prej talenteve më premtues, si në kampionatin italian të Serie A, ashtu edhe për Shqipërinë, ku Hasa bëri debutimin pikërisht përballë Izraelit në miqësoren e humbur në qershor, në drejtimin e trajnerit Rolando Maran. Ernest Muci mund të largohet nga Trabzonspor. Sipas mediumit Epirot Report, Aston Villa ka kërkuar informacion të detajuar për 25 vjeçarin, që gjithashtu është pjesë e kombëtares shqiptare.
I njëjti burim raporton se marrëveshja mes palëve do të mbyllej me 25 deri në 30 milion euro. Theksohet se si fillim, operacioni mund të nisë me një huazim, ndërsa në fund të sezonit që po vjen, klubi Premier League të ketë të drejtën e bjerjes. Ky lajm ka marrë dhe në Turqi, duke parë interesimin nga Villa Park si mjaft serioz. Kujtojmë se mesfushori me tipare sulmuese ka kontratë me klubin nga Trabzoni deri në verën e vitit 2029 me opsion rinovimi për një tjetër vit. Sulmuesi Fiorin Durmishaj bëri buj disa vite më parë, teksa vendosi të refuzonte të vishte fanellën e Shqipërisë, duke vendosur të përfaqësonte Greqinë. Karriera e tij në dukje premtuese mori një rënje të lirë pas këtij vendimi, teksa së fundmi 29 vjeçari është transferuar te skuadra serbe e Çukariçkit, duke u bërë kështu ndër të paktët futbollistë me origjinë shqiptare që luan në kampionatin serb. Gjatë karrierës së tij, Durmishaj ka qenë pjesë e skuadrave të rëndësishme greke si Olympiakos, Aris, Panionios, Ofi Kretës, teksa sezonin e kaluar ishte pjesë e Iraklis. Ai gjithashtu ka luajtur edhe në kampionatin shqipriot dhe atë belg, teksa numëron 9 ndeshje me kombëtaren U21 të Shqipërisë, si dhe 1 gol të shënuar. Yasir Hasani do të rikthehet tek Esteghlal. Panorama Sport mëson ekskluzivisht se palët kanë arritur marrëveshjen që Hasani të luajë sërish në Iran. Disa ditë më parë u raportua për prishjen e kontratës nga ana e Hasanit, ndërkohë situata ka ndryshuar dhe sulmuesi i kombëtares do t'i bashkohet Esteghlalit. Rreth 850.000 euro u pagua në verën e kaluar për transferimin nga Guangzhou. Hasani ndërkohë shënoi 13 gola ndërsa regjistroi 29 paraqitje. Disa ditë më parë u raportua për prishjen e kontratës nga ana e Hasanit, ndërkohë situata ka ndryshuar dhe sulmuesi i kombëtares do t'i bashkohet Esteghlalit. Rreth 850.000 euro u pagua në verën e kaluar për transferimin nga Guangzhou. Hasani ndërkohë shënoi 13 gola ndërsa regjistroi 29 paraqitje. Ray Manaj pritet të ketë një rol të rëndësishëm në Sivasspor në sezonin e ri, teksa trajneri i skuadrës turke Ismet Tashdemir ka shprehur pritshmëri të larta për sulmuesin shqiptar. Tekniku i Sivassporit, duke folur për situatën e ekipit para nisjes së sezonit të ri, u ndal edhe te Manaj, duke theksuar rëndësinë e rikthimit të tij në formën më të mirë pas problemeve fizike që e penguan gjatë edicionit të kaluar. Ray Manaj është një lojtar shumë i rëndësishëm. Edhe unë, si të gjithë, kam pritshmëri të mëdha nga ai, deklaroi Tashdemir. Trajneri turk kujtoi se mungesa e sulmuesit shqiptar në disa ndeshje të sezonit të kaluar ndikoi te rezultatet e skuadrës. Nëse do të kishim fituar edhe vetëm një nga ndeshjet ku Ray Manaj mungoi për shkak të dëmtimit, ndoshta mund të kishim arritur në finalen e play-offit, u shpreh ai. Manaj, i cili është një nga pikat kryesore të sulmit të Sivassporit, shihet si një nga lojtarët mbi të cilët klubi turk mbështet ambicjet e tij për sezonin e ri. Tashdemir theksoi se rikthimi i tij i plot fizik do të jetë një faktor i rëndësishëm për objektivat e skuadrës. Është e rëndësishme që Ray Manaj të jetë me ne i shëndetshëm. Shpresojmë që së bashku me të dhe lojtarët e tjerë ta përballojmë sezonin në mënyrën më të mirë, përfundoi trajneri i Sivassporit.